Qindra kamion me mallra në territorin shqiptar çndojnë në pritje për të zhbllokuar kalimin në vend kalimin kufitar të Hanit të Hotit dhe për të vijuar rrugën sipas destinacionit. Bllokimi i kalimit të kamionëve me mallra ka nisur që në orën 11 të një ditë më parë nga shoqata e kamionistëve të Malit të Zi në shenjë proteste ndaj një rregulli të ri të Bashkimit Evropian për sigurinë e kufinëve, i cili ka nisur të zbatohet në tetor të vitit të kaluar. Ky rregull kërkon konfirmimin e dyfish të dhënave të transportuesve, si dhe përcakton hapësirën kohore që drejtuesit e kamionëve mund të qëndrojnë në vendet e zonës Schengen, e cila është 90 ditë brenda një periudhe 6 mujore, njësoj si për udhëtarët e zakonshëm. Ndërkohë, kjo protestë ka krijuar jo pak shqetësime te kamionistët që ishin nisur për të kaluar nga kjo pikë kufitare. Një nga shoferët italian shprehet: Siamo qua tutti bloccati. Jemi këtu të gjithë ndaluar duke pritur që të hapet dogana, sepse prej 2 ditësh është bllokuar. Të paktën duhet të na kishin lajmëruar, mbi të gjitha ne kemi ilaçe që duhen transportuar, është absurde diçka e tillë. Ky është udhëtimi im i fundit që kisha planifikuar në karrierën time si shofer, sepse patenta ime skadon të mërkurën dhe nuk arri dot të udhtoj, pasi nuk e kishim parashikuar këtë bllokim në dogan. Kjo protestë është e koordinuar me shoqatat e kamionistëve të Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinës, ndërsa funksionimi normal i doganës së Hanit të Hotit për palën malazeze pritet të rikthehet në orën 11 të ditës së mërkurë. Kamionistët e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Bosnjës kanë njoftuar një protestë 72 orëshe. Sipas të dhënave të personelit doganor shqiptar, në ditët normale të punës, nga kjo pikë qarkullojnë mesatarisht 110 kamion me mallra, si lëndë drusore, grur, misër, çumësht, kafshë të gjalla, qimento, fruta perimet e tjera, si rreth 20 kamion tranziti. I gjithë ky volum mallrash mungon në këtë pikë që nga dita e hënë e deri të mërkurën në drek.